Ai shkon dot Pokrovsk. Atje do shkon në Arabi Saudite që ndalin. Jo, tash kishë mbajt një takim me generalit e tij dhe ushtarak prap ishte i veshur në këto rrobat ushtarake. Dhe ju tha të pranishmëve tha që nuk janë vesh me kostume. Tha ju kërkoj falje. Zelenski. Megjithse Steve Witkoff i tha i dërguari special i Trump për Ukrainën edhe Rusinë, tha që Trump ka dërguar një letër kërkim falje. Trump falje Zelenskit. Jo, Zelenski Trump. Thash se djeve që tha Trump dje, të lutem se mos na nxjerr në i batut tjetër. Jo, ne thjesht po bisedojmë dhe edhe pse neve na duken ndonjëherë të shërohet, por këto janë gjëra të cilat po ndodhin dhe ne po i shohim. Po sigurisht se janë ne po jemi të shqiptarë dhe ne duhet t'i analizojmë. Qoftë nga komunikimi. Në pjesën që SBA-ja dhe Rusia, SBA-ja dhe Federata Ruse po bëjnë një marrëveshje të madhe, ku objektivi është paqësori Oqeani Indian, Kina, India dhe prishja e BRICS-it. Ky është objektivi final i kësaj marrëveshje të madhe. Në kuadër të kësaj marrëveshje kanë edhe një pikë të marrëveshjes që është shumë e rëndësishme, që është çështja e Ukrainës. Në këtë histori, ata e kanë marrë Ukrainën dhe i kanë thënë, "Ok, pa BE-n ama,